Parat do të trokasin në derë. Vetëm 4 shenja do marrin këtë bekim hyjnor. Në jetë ka qaste kur fati zgjohet dhe troket fuqishëm. Në derën e atyre që kanë duruar më shumë. Parat nuk janë gjithmonë rezultati përpjekjeve të palodhura. Nganjëherë ato vinë si bekim hyjnor në momentin më të papritur. Kjo video nuk është një parashikim i zakonshëm. Është një sinjal kozmik për 4 shenja që universi ka zgjedhur për t'i shpërblyer në mënyrën më të fuqishme të mundshme. Nëse je një nga këto shenja, përgatitu për një ndryshim të madh. Kjo është koha e artë për ty. Dritaret e mundësive po hapen. Dhe në to universi sjell lajmin më të pritur. Bollëku financiar është rrugës. Shiko deri në fund që të mësosh nëse ti je ndër të bekuarit. Demi. Durimi yt ka filluar të shpërblehet. Në horizont po afrohet një mundësi që do të ndryshojë jetën tënde financiare. Një investim i vjetër, një trashëgimi apo një ofertë e papritur do të trokas. Mos e refuzo sepse është dhuratë nga universi. Luani. Në skenën e jetës po vjen një shans i artë. Parat që ke kërkuar do të vinë përmes një njohjeje të rëndësishme. Mund të jetë një bashkëpunim ose një ide që do të shpërthejë. Qëndro gati. Universi do të vërë në qendër të suksesit financiar. Shigjetari. Liria jote shpirtërore do të shpërblehet me liri financiare. Një udhëtim, një projekt i hershëm ose një ide kreative do të kthehet në burim fitimi. Parat do vinë shpejt dhe në mënyrë të befasishme. Mjafton të mos i trembesh ndryshimit që po vjen. Peshqi. Intuita jote të ka çuar në heshtje drejt një momenti të madh. Një rrugë e re profesionale, ndoshta edhe jashtë vendit, po hapet. Fitimi do të jetë i madh dhe i qëndrueshëm. Nuk është rastësi. Universi po të shpërblen për gjithë sakrificat e tua. Nëse emri i shenjës tënde u lexua sot, dije se kjo nuk është thjesht një rastësi. Është një thirrje nga universi që të besosh më shumë, të mos dorëzohesh dhe të jesh gati. Parat do të vinë, por mbi të gjitha, do të ndihesh i bekuar dhe i vlerësuar. Mos haro ta ndash këtë mesazh me dikë që ka nevojë për një shpresë të re, sepse ndonjëherë, një video e vetme mund të ndryshojë gjithçka.